Dëgjues të nderuar, të televizionit I Lirit dhe të radios dhe shqiptarëve. Me lejoni gjithpasi sot është 28 nëntori, dita e festës së flamurit, dita e pavarësisë së shtetit shqiptar, të gjithë bashkëdhëtarëve, të gjithë shqiptarëve të televizionit I Lirit, të gjithë dëgjuesve të radios dhe shqiptarëve, t'ju uroj 28 nëntorin. Urime. Pasi që sot është edhe dita e Thanksgiving, t'ju uroj edhe festën e Thanksgiving. Urime pra, urime gëzuar. Sot në Chicago mysafir kemi Rock the Dvukaj. Njërin ndër sponsorët e simpoziumit Hoti ndër rrjedhat shekullore, simpoziumi I cili organizuar në Detroit me 22, 23 dhe 24 dhjetor, të ftuar nderit ishin 10 doktora shkenca, historian dhe politicien të ndryshëm, por mysafir nderit ishte Koço Danaj, kryetari I lëvizjes Shqipëria Natyrale. E zoti Rock, a ka mundësit na tregoni për dëgjuesit e radios dhe shqiptare, për shikuesit e televizionit I Lirit, si kaloi simpoziumi Hotet ndërshekuj dhe pjesëmarrësit? Riza, faleminderit. Pikës parë shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë shqiptarët dhe t'i uroj gëzuar 28 nëntorin, dhe t'i përshëndes gjithë shikuesit dhe ndëgjuesit tuaj. Ne kishim një simpozium me 23-24 nëntor që u zhvillua në Detroit dhe ku patëm rast që t'i kemi mbi 20 doktora shkencash pra të lamive të ndryshme të shkencës, ashtu që I fturi jo special I këtij simpoziumit ishte zoti Koço Danaj, pra kryetari I lisës për Shqipërinë Natyrale, dhe thëmë të drejtën që kaloi shumë mirë, me qenë se zoti Danaj edhe shpalosi edhe na njoftoi në punën e tij fisnike për Shqipërinë Natyrale, ashtu që mendoj se kemi pas një sukses, megjithse ishte një punë e madhe se t'i biesh 20 doktora shkencash në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një punë shumë e madhe, por megjithatë pat me rastin e pat me ndihmë dhe ja arritëm qëllimit që të zhvillojmë një simpozium kaq të rëndësishëm në Amerikë. Zoti Rock, sa ka arritur Koço Danaj t'i bind pjesëmarrësit në simpozium, edhe shikuesit, edhe ndëgjuesit, por edhe pjesëmarrës, historian dhe gjeograf, të cilët janë edhe pjesëtar të Akademisë të Shkencave të Kosovës dhe Shqipërisë, për iniciativen dhe platformën e Shqipërisë Natyrale. Kjo ishte edhe ajo arsyeja në cilë e ftuam Koço Danaj, që ishte I fturi special e simpoziumit, që të ngrisin ndjemjet e popullit shqiptar, sepse I vetmi shpëtim I popullit shqiptar është bashkimi I trevave tona shqiptare, pra rëndësia dhe ishte aq e madhe e pjesëmarrjes së Koço Danajt, dhe mas disa ditëve të mas simpoziumit u krijua edhe një grup nismëtar për krijimin e një dege të Shqipërisë Natyrale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë konkretisht në Detroit, shtetin e Michiganit, ashtu që fjalët e tina janë shumë inkurajuese, fjalët e tina janë aq me ndjemje të madhe, sepse ne jemi duke u parë se jemi të shpërndam në 5 shtete, në 5 flamuj, ashtu që I vetmi shpëtim dhe I vetmi rrugë si mbas Koço Danaj, si mbas gjithë popullit shqiptar, ajo sakrificë e shekujve, ajo mundje e shekujve, që të arritet pra më në fund në bashkimi kombëtar I trevave shqiptare në një shtet demokratik. Dëgjues të nderuar, shfrytëzoj rastin, pasi për herë të parë në mesin ton gjendet Rock the Dvukaj. Rock the Dvukaj është njëri ndër të akuzurit të qeverisë malazeze me aksionin fluturimi Shqiponjës, I cili e pagoi shumë shtrejt, ishte 3 vite në burg, torturat, pas arrestimit, maltretimet. A ka mundësi ndëgjon na tregoni për dëgjuesit e radios dhe shikuesit e televizorit I Lirit, si e keni ndije veten ju pas arrestimit dhe qëndrimin tuaj në gjyq? Po çfarë them, kjo ishte një vizitë në
trevat shqiptare aty ku kom lind, mbas 38 viteve. Dhe kjo nuk është diçka që vetëm na ka ndodhur ne, por kjo është një vazhdimsi e padrejtësive, e padrejtësisë slave ndaj popullit shqiptar në përgjithësi, ashtu që nuk ishte diçka edhe aq e befasueshme për arsye se sllavet janë armiqtë tanë shekullor dhe kemi vujt sidomos qysh se erdhi aty dhe ishi me ne gjithmonë të vra, të gri, tona plaçkit, trevat tona shqiptare. Do të thotë që ajo është një armik i përvetur i cili edhe nuk është edhe befasi për ata që ka ndodhur. Megjithse për ne nuk ishte diçka e madhe si ne jemi 3 vjetë në burg, sepse ishin burgje të tjera që ishin më të mëdha, sidomos në Kosovë, rinin tonë që ende as eshtrat nuk ja u din, as borën nuk ja u din në të veta, ashtu që nuk është diçka e madhe, po megjithatë që ndruam edhe më në fund erdhëm në Amerikë. Zoti Rrok, ju në gjyqin, në prezent gjyqtarit një drejtu me këtë fjalë. Nuk po më vjen keq se mua me keni arrestuar dhe po më dënoni, por po më vjen keq për këtë shqiptar se në çfarë shteti po jetojnë. Po, lirisht ajo është ajo gjendja, sepse gjendja e shqiptarëve, sidomos sot në Maltezi, është një gjendje shumë e mjerueshme në gjitha sferat e jetës, sidomos në edukatën. Pra edukata sot për nxënësat ta në Maltezi për shqiptar është një katastrofë. Mund të thoya që edukata ishte një gjendje shumë më të mirë para 35 viteve se sot, sepse në atë kohë nxënësi shqiptar mësonte me të njëjtën abetare si në Shqipëri apo në Prishtinë edhe në Maltezi. Mirë, po sot mirisht që bëhet atje, merren abetaret e merren librat nga shteti i Malezisë dhe përkthehen në gjuhën shqipe. Pra atje ende populli shqiptar vuan për të drejtat e veta, vuan për ekzistencën e vet, vuan në të gjitha sferat e jetës dhe të politikës shoqërore për shqiptarët në Malezi. Është një gjendje shumë katastrofike. Faleminderit zoti Rrok Detvukaj që keni gjetur kohë, që jeni pjesë dhe ta festoni festën e flamurit së bashku sante me ne. Faleminderit që jeni në këtë intervistë të televizorit Ilire dhe të radios Zëri Shqiptar. Faleminderit, gjithashtu ju uroj gëzuar festat e nëndorit dhe përshëndetje. Faleminderit. Zoti Koço, ju uroj librin e Lek Bukagini, shkruar në shqip Dhe në anglisht. edhe në anglisht. Zoti Pezi, i dashur Pezi, shumë faleminderit për këtë dhuratë që më bën në këtë ditë kaq të shënuar për mbar kombin shqiptar. Ta bëjmë se e meriton. Jo se je krajnori im, po të ishe krajnori im do ishte më ndryshe, po e meriton. Më po që dame. Kemi edhe Rrok Detvukaj, që donë të... Ndërë Zoti Banaj, një falenderim, një vërat, dhe falenderit për ardhin tuaj, dhe që ju mori pjesë. Dashur Rrok, miku im, shumë faleminderit për ngritjen që më bët në Detroit dhe që po vazhdon në vërtet me kaq grotësi dhe këtu në Chicago tek zoti kryeminist, tek zoti Pezi Sulejmani dhe pastaj tek të gjithë komuniteti shqiptar. Kjo do të thotë që kombi shqiptar nuk është vetëm rizgjuar. Kjo do të thotë që kombi shqiptar është zgjuar plotësisht dhe tashmë ka filluar të caktoj piketat e bashkimit të tij në një shtet të vetëm. Pra, është një kombi vetëm, po kërkon dhe një shtet të vetëm. Natyrisht që e kërkon ashtu siç e kërkon kohë, në bazë të respektimit të së drejtës ndërkombëtare, që do të thotë dialog me këdo, dialog për gjithçka, por secili në shtëpinë e tij. Miq me këdo, por secili në shtëpinë e tij. Aleat me këdo, por në një krye aleat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shiqus të nderuar të radio televizionit Ilire dhe radio Zëri Shqiptarve. Keni nderin për hir të 28 nëntorit ditës së pavarësisë. Një intervistë speciale për ju
me kryetarin e listës natyrale, Koço Danaj. Ju faleminderit shumë. Koço, mirë se ke ardhur në Chicago, mirë se keni ardhur në një qytet të lashtë, qytet historik për shtetin e Amerikës, por qytet i shqiptarëve, qytet i gjim dhe gjembëllushit. Shumë faleminderit për ftesën dhe shumë faleminderit për surprizën e ftesës, për këtë drek kaq të ngrohtë, të shtruar nga shqiptari i madh Feyzi Sulejmani. Jemi në përfundim të drekes të organizuar dhe të shtruar nga bashkëdhetari, biznismeni, aktivisti i komunitetit shqiptar-amerikan Feyzi Sulejmani me familje. Kemi nderin dhe kënaqësinë tonë, që sot të kemi mysafir special, Koço Danaj. Koço, kam shumë për të pyetur. Nuk di ku t'ja filloj. Jemi të ndarë në 5 shtete, 5 kufi, 5 pasaporta. Por, në këtë 10 vjeçin e fundit, shqiptarët kur s'kan qenë të afruar dhe të bashkuar shpirtërisht ma mirë se sot. Kafe në pinë në Ulqim, shkon për mëngjes në Shkodër, për drek në Tetova apo në Gostivar apo Shkup, ndërsa për darkë në Prishtinë apo Preshevë. Wow, a meritojnë shqiptarët të jetojnë në 5 shekull, në 5 shtete? Jo, sepse ju e thatë shumë mirë, kafe në Ulqin, mëngjezi në Shkodër, drekën në Tiranë, e mbasditen në Prishtinë apo Preshevë. Por, trojet shqiptare në Ulqin mbeten në shtetin e Malizzi, trojet shqiptare në Preshevë mbeten në shtetin e Serbisë, trojet shqiptare në Maqedoni mbeten në Maqedoni, trojet shqiptare në Çamëri mbeten në Çamëri. Problemi shtrohet. Do pranojmë vetëm të lëvizim ne si njerëz, të pim kafe duke ka përgjyer 5 shtete, apo do kërkojmë që me mjete demokratike, me forma demokratike, me argumentat historike dhe reale që janë në favor të kombit shqiptar, të kërkojmë që Ta bëjmë një. ta bëjmë një, si sot me të drejt, zoti Feyzi, sepse sot në këtë drek ne ishim nga të gjitha trojet, por askush nuk kërkoi pasaport, sepse kishin të gjithë një pasaport. Jemi shqiptar. Atëre, le të përpiqemi të gjithë që pasaporta jonë nacionale të jetë jemi shqiptar, dhe që kjo pasaport jemi shqiptar do të thotë si gjithë bota, si gjithë Europa, edhe ne shqiptarët kemi të drejtë të jetojmë në një kombë. Demokraci do të thotë një standard. Demokracia nuk ka standarde të dyfishta, një për të madhin, një për të voglin. Demokraci do të thotë që ashtu si që bashkua pa luftë Gjermania, ashtu duhet bashkohen tashmë pa luftë edhe shqiptarë. Edhe neve. Unë nuk kam për qëllim që sante këtu t'ju prezentoj Koço Danaj, se Koço Danaj është i njohur më në trevat shqiptare, a posaçërisht tek ato shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë të kufive administrativ, sepse Koço është ai i cili përsëri pas 100 vitesh po e rikthen në trojezën e rrumbullak të fuqive botërore kërkesat e lidhjes së presidentit 1-shit dhe 2-shit. Koço Danaj, kryetari i lëvizjes për Shqipërisë natyrale. Koço, çka mund të na thoni për lëvizjen tuaj, për idenë tuaj, për kërkesat tuaj? Domethënë, thelbi i Shqipërisë natyrale është i njohur për të gjithë shqiptarët. Është akti i pavarësisë i shpallur nga Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Dom Nikol Kaçorri, Det Gjon Luli, Isa Bek Boletini, e të tjerë që shpallën kufit e Shqipërisë natyrale, që shpallën pavarësinë e Shqipërisë natyrale me kufi nga Presheva në Prevez, nga Durrësi në Shkup. Ndërsa konferenca famkeqe e Londrës, ajo që e quajnë konferencë, e cila si vjet ka 100 vjetojnë e saj, i masakrojnë në mënyrën më kriminale trojet shqiptare në interes të fuqive të mëdha, në interes të fuqive të saj. Sot mbasi 100 vjetësh, ku shqiptarët
e thash në fillim, janë zgjuar si kom dhe po përcaktojnë piketat e bashkimit të tyre kombëtar, sot ka ardhur koha që krahas anullimit të konferencës Jaltës, që lejoi bashkimin e dy Gjermanive, krahas anullimit të konferencës Versajës, e cila shpërbëri Jugosllavinë, e krijoi, por që ai duke u anulluar u shpërbëri Jugosllavia, të anulloj dhe konferencën pamkeqe të Londrës për të lejuar shqiptarëve të bashkohen në një shtet të vetëm. Jam i sigurt që vitet e ardhshme, pra ne që jemi këtu do ta gëzojmë Shqipërinë natyrale. Fëmijët tanë do ta konsolidojnë Shqipërinë natyrale, niprit dhe mbesat tona do ta shijojnë atë përjetësisht. Koço, ku qëndrojnë dy akademitë shqiptare? Akademia e Kosovës dhe Akademia e Shqipërisë me qëndrimin dhe me kërkesat e Shqipërisë natyrale. Domethënë, unë uroj që akademitë shqiptare, si në Prishtinë dhe në Tiranë, të qëndrojnë në ballë të mendimit politik kombëtar shqiptar. Uroj që platforma e bashkimit të trojeve shqiptare, e hartuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë në qendrën Tiranë në vitin 1918, të dalë nga sirtarët, të mos myket dhe të kthehet dhe të bëhet platformë për veprim. Ashtu si që është platforma e Shqipërisë natyrale, që tashmë e ka në dorë të gjithë shqiptarët dhe që tashmë e ka në dorë gjithë aleatët e tij. Zoti Koço, një pyetje për televizionin i lirë. Së fundi në tregun politik në Shqipëri është sponsorizuar shengenizimi i Ballkanit. Si e mendoni të marrëveshje që qeveria shqiptare e përkrah me shumë zel? Nuk ka dhe nuk do të ketë shengenizim të Ballkanit. Për një arsye shumë të thjeshtë. Më lejoni t'ju them që në 60 deputetët që propozon komisioneri BE-s Stefan Füle, të cilët do jenë parlamenti i kësaj konfederate ballkanike, më lejoni t'ju them që 27 prej tyre do jenë shqiptarë. Dhe që në momentin që Serbia, kur mësoj numrin sa deputet do jenë shqiptarë, me njëherë kërkoj anullimin e saj. Që në momentin kur Athina mësoj numrin e deputetëve shqiptarë, kërkoj anullimin e saj. Dhe që në këtë moment, të dyja këto shtete i bën presion Brukselit në asnjë mënyrë shengenizim, sepse shqiptarët dalin të parët dhe duke dalë të parët kanë në drejtë të saktojnë dhe kryetarin e parlamentit dhe kryeministrin. Zoti Koço Danaj, Ulqini është një qytet strategjiko-politik i Shqipërisë natyrale. Unë jam i vetëdijshëm si ju keni kulumtuar dhe keni shlytuar në për bibliotekat e 5 fuqive të mëdha. A keni gjetur ndonjë kontratë për dorëzimin e Ulqinit dhe Tivarit Gjermetarit? Atëre, më lejoni t'ju a theksoj. Para një muaj, gazetat e Podgoricës shkruan me të madhe një deklaratimin që kishte të bënte me atë që Ulqini të shpallë qyteti i lirë midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, bazuar në një marrëveshje midis admiralit britanik të flotës ndërkombëtare në vitin 1880 dhe kryeministri turk, veziri turk të asaj kohe, për t'ia dhënë Ulqinin me koncesion Malit të Zi, mbasi dështuar në Plavë Guci në Hote në Krut, për t'ia dhënë Ulqinin me koncesion për 100 vjet. Koncesioni mbaroi në 1980. Dokumenti ekziston në arkivat e perandorisë turke. Unë këtë dokument e posedoj dhe kam në zyrën time. Atëherë, thjesht kërkoj, mbaroi koncesioni, të diskutohet Ulqini. Dhe në fund, para se të ndajmë, Koço Danaj ka paraqitur listën dhe platformën e Shqipërisë natyrale. Nëse nuk realizohet plani A ka Koço Danaj dhe Shqipëria natyrale planin B? Plani A, më lejoni i dashur Rizat ju them, plani A është plani i qeverive shqiptare në Tiranë në Prishtinë, integrim evropian. Plani B do të thotë Shqipëri natyrale, bashkimi i territoreve shqiptare në të gjithë sipas aktit juridik, sepse sot e drejta ndërkombëtare i ka dhënë punë zgjidhjes problemeve me konflikt. Sot e drejta ndërkombëtare i kërkon zgjidhjen e konflikteve me bisedime, me dialog. Ne ju themi fqinjve tanë, pse keni frikë? Hajdeni në tavolinën e bisedimeve, t'i shtrojmë të gjitha. Dialog me këdo, dialog për gjithçka.
i themi arbitrin ndërkombëtar, Brukselit dhe Shëbaz, qëndroni si arbitër, kush ka më shumë të drejtë, jepini të drejtën. Dhe e drejta, historike dhe reale, është me shqiptarët. Pra, në qoftë se plani A është plani aktual i dy qeverive shqiptare, Shqipëria Naturale është plani B, që nesër, pra nesër, nuk them sot, nesër, po jo pas nesër, do jetë plani A edhe i politikës zyrtare shqiptare. Ju dëshirojmë sukses në emisionin tuaj të shenjtë. Faleminderit juve dhe dua të falenderoj edhe në mënyrë të veçantë zotin Sulejmani për atetarizmin, për gatishmërinë, për mikpritjen dhe për dashurinë që tregoi duke na rezervuar sot një pritje kaq të mirë. Zoti Koço, faleminderit, edhe një pyetje tjetër në lidhje me organizimin e degës në Detroit. Është nisëm për të përgëzuar nga shqiptarët patriotët janë Detroit për Shqipërinë natyrale. A i mendoni se kushtet janë pjekur dhe këtu Chicago formohet një degë kësaj linje? Në qoftë se shqiptarët që jetojnë në Chicago duan të antarësohen në Shqipërinë natyrale, janë të mirëpritur. Pra, jam i sigurt që shqiptari parë që antarësohet në Shqipërinë natyrale është zoti Sulejman. Dhe i dytë është Riza Milo. Atëre dega u krijua. Të gjithë jemi. Jo vetëm Feyzi Sulejmani, po të gjithë ka që janë këtu dhe shumë të tjerë. I kemi me qindra. E dish, jeni me mish me shpyrt. Si shta kam thënë, dhe e them dhe kam thënë gjithmonë. Ne duam të drejtat tona të venë në vend. Ne duam trojet tona ku flitet buka buk dhe ku flitet nën a nën. Të nderuar shiqjues të televizorit i lidhet, të nderuar dëgjues të radios së shqiptarëve, ishit drejt për së drejtin të lidhur nga lokali i pronarit Feyzi Sulejmani, i cili për hir të Koço Danaj shtroi një drek private me aktivistët dhe bashkëveprimtarët e tij këtu në Chicago, 28 nëntor 2013, urime festa flamurit, urime gëzuar. Edhe për televizionin i lirët gëzuar nga ungëzimi. Ishte mirë? Jo,